Uthulla e mollës, çfarë shkakton për diabetin, zemrën dhe kolesterolin? Mjeku jep lajmin e papritur. Do të ishte e kohë t'ju pyesmin në qoftë se e njihni uthullën e mollës, pasi kemi folur aq shumë në videot tona për të. E pasur me kalcium, magnez, potazh, florë, hekur, fosfor, vitaminën A, B1, B2, B6, C dhe E, me acid acetik, pektin, beta-karoten e të tjera. Pa diskutim, ky produkt është një depo e vlerave ushqyese. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por këto vlera shkojnë përtej shijes së mirë të ushqimit, ose përdorimeve në shumë kozmetika dhe pastrime të shtëpisë. Uthulla e mollës është një eliksir i vërtet për shëndetin e njeriut. Studime të ndryshme kanë provuar se një lugë çaji uthull molle mund të ndikojë drejt për së drejti në gjendjen tuaj shëndetësore. Uthulla e mollës mund të jetë një stimuluese shumë e mirë e humbjes së kilogramëve të tepërt. Siç dihet, gjatë gjumit realizohet një proces shumë kompleks siç është filtrimi dhe eliminimi i toksinave nga trupi i njeriut. Uthulla e mollës jo vetëm që do ta përshpejtojë atë, por nxit metabolizmin të djegë më shumë kalori. Ajo ka fuqi të shpërbëjë brumrat, kurse antioksidantët e saj kryesor siç janë për shembull edhe pektina, mund të furnizojnë në trupin me shumë përfitime të mira dhe të lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet e saj. Uthulla e mollës mund të lehtësojë dhimbjet e fytit. Uthulla e mollës ka veti të mira të bakterieve të cilat mund të jenë me veti të mira antiinflamatore, të dobësojnë vetitë e tyre fuqiuese dhe shëruese, duke mbajtur larg komplikacionet. Uthulla e mollës është një stabilizuese shumë e mirë e niveleve të sheqerit në trupin tuaj. Uthulla e mollës do të nxjisë prodhimin e antiinflamatorëve dhe do të shërbejë gjithashtu si një relaksuese mjaft e mirë e shëndetit. Siguroni ta përdorni atë me kujdes në përditshmërinë tuaj, dhe vlerat që do të merrni do të jenë vërtet fantastike. Uthulla e mollës cilësohet si një produkt fantastik për mbrojtjen e shëndetit. Njerëzit e kanë përdorur atë ndër shekuj me radhë, por edhe në gatim edhe në mjekësi. Shumë persona pretendojnë se ajo mund të lehtësojë një gamë të gjerë të problemeve të shëndetit. Uthulla e mollës ka veti të ndryshme antiinflamatore, çka do të sjellë një nxitje më të mirë të organizmit dhe do të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet. Për më tepër, provat tregojnë se ajo mund të ofrojë përfitime të larta shëndetësore të tilla si humbja e kilogramëve të tepërt trupor, ulja e niveleve të kolesterolit në trup, gjithashtu edhe lehtësimi i inflamacioneve në shëndetin tuaj. Sidoqoftë, ekzistojnë disa ulëntime të cilat tregojnë për përfitime të larta ushqyese që uthulla e mollës do të ofrojë në shëndetin tuaj. Uthulla e mollës do të bëhet edhe një aleate e mirë e organizmit nëse e përdorni atë me kujdes në përditshmërinë e recetave tuaja. Kështu ndikimet e saj ushqyese do të luajnë një rol të mirë pozitiv për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Uthulla e mollës është e pasur me element të dobishëm për shëndetin. Përbërësi kryesor aktiv i uthullës së mollës është acidi acetik, i cili e pasaj aromën dhe shijen e fuqishme. Studimet nxjerrin në pa se ky acid është përgjegjës për përfitimet e saj shëndetësore, pasi do të ofrojë 5 deri në 6% të acidit acetik, dhe përfitimet e saj do të jenë vërtet të larmishme në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të ndryshme. Ekspertët thonë se uthulla e mollës është e mirë për organizmin dhe si e tillë nuk duhet të mungojë në vaktet tuaja ditore. Kështu rëndësia e madhe ushqyese do të jetë gjithashtu me përfitime mbreslënse në dobi të vlerave. Uthulla e mollës do të mbajë larg bakterie të dëmshme. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në largimin e patogjenëve dhe disa llojeve të tjera të bakterieve përgjegjëse. Uthulla e mollës gjithashtu vepron si një ruajtëse shumë e mirë e shëndetit. Ajo mund të mbajë larg problemet që shkakton Escherichia coli dhe mund të përmirësojë kështu organizmin tuaj në tërësi. Uthulla e mollës mund t'ju ndihmojë edhe në kombinimin e dietës suaj për të humbur kilogramët e tepërt trupor dhe për të përmirësuar kështu peshën tuaj trupore. Ulëntimet kanë treguar se uthulla e mollës mund të rrisë ndjesinë e ngopjes dhe përfundimisht
mund të bëjë që dikush të hajë më pak kalori dhe ushqime të tjera për të humbur në peshë. Sipas një rishikimi, ata që morën uthull molle në vaktet e tyre ditore, përfshirë gjithashtu edhe ushqimet e ngurta, raportuan se ndiheshin më pak të uritur 120 minuta pas ngrënies. Për më tepër, ata ndaluan së ngrëni ushqime jo të shëndetshme dhe patën gjithashtu një tretje më efektive. Kjo i ndihmoi ata të humbasin më shumë kilograma të tepër trupor dhe të kenë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Uthulla e mollës ka vlerat e saj shëndetësore edhe për shëndetin tuaj kardiak. Problemet e zemrës janë një nga shkaqet kryesore të humbjes së jetës, të cilat mund të reduktohen me konsumin e dur të uthullës së mollës. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në uljen e niveleve të kolesterolit në trup, trigliceridet, lipoproteinat me dëndësi të ulët dhe lipoproteinat me dëndësi të lartë sipas një hulumtimi të vitit 2020. Uthulla e mollës është një aleate shumë e mirë e shëndetit tuaj të lëkurës. Uthulla e mollës përdoret si një trajtim tipik kundër problemeve të lëkurës, si ekzema dhe lëkura e thata. Lëkura ka një aciditet të lehtë nga natyra, megjithatë ajo mund të jetë pak acide për njerëzit të cilët kanë edhe ekzema. Ndaj përdorime të tilla të saj mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Uthulla e mollës duhet të përdoret gjithmonë me kujdes dhe gjithashtu gjithmonë e tretur në ujë, asnjëherë direkt nga shishja. Shija dhe aroma e uthullës së mollës mund të përbëjë gjithashtu një faktor pengues për të përfituar vlerat e këtij produkti. Ndaj edhe ekspertët e Healthline këshillojnë përdorimin e saj me kujdes në përditshmërinë e recetave tuaja, dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet mbreslënëse për shëndetin e përgjithshëm. Por si mund ta përdorni uthullën e mollës për të marrë vlerat e saj shëndetësore? Uthulla e mollës ka në përmbajtje të saj acide, ndaj mund të shkaktojë djegësira në zonën e fytit. Përpasoj ajo nuk rekomandohet të pihet direkt nga shishja. Ekspertët thonë se uthulla e mollës duhet të tretet gjithmonë në ujë. Ata sugjerojnë që të tresni 1 deri në 2 lugjedhe uthull molle në një gotë me ujë dhe më pas ta përdorni atë sipas nevojave tuaja ditore. Në fund, rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet mbreslënëse për organizmin dhe do të mbani larg komplikacionet e tij. Ekspertët thonë se uthulla e mollës mund të pihet çdo ditë, jo më shumë se 1 deri në 2 lugë çaji uthull molle të tretur në ujë. Uthulla e pafiltruar e mollës është e pasur me fibra të cilat mbrojnë shëndetin e stomakut. Përveç tretjes dhe problemeve të paksuara të stomakut, uthulla e mollës do të shërbejë gjithashtu edhe si një laksativ, duke zgjidhur çështje siç janë për shembull problemet e konstipacionit. Uthulla e mollës do të rregullojë pH-in. Uthulla e mollës ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të pH-it, veçanërisht në lëkurë dhe në flokun tuaj. Ju mund ta aplikoni atë në lëkurë dhe në flokun tuaj dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike për rigjenerimin e shëndetit. Uthulla e mollës është një lehtësuese shumë e mirë kundër problemeve të infeksioneve. Myku dhe infeksionet janë një risk i vazhdueshëm për organizmin që shpesh del jashtë kontrollit. Uthulla e mollës do të shërbejë si një recetë shumë e mirë kundër mykut që prek zona të ndryshme të trupit. Shtimi i uthullës së mollës në vaktet tuaja ditore do të ofrojë një largim më të mirë të toksinave. Uthulla e pafiltruar e mollës ndihmon në detoksifikimin e mëlçisë. Mjafton ta tresni atë në një lugë uthull molle në një gotë me ujë dhe përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë vërtet fantastike. Uthulla e mollës është një ndihmë shumë e mirë për shëndetin e zemrës. Vetët e saj ndihmojnë në uljen e kolesterolit duke mbajtur nën kontroll presionin e gjakut. Së bashku, këto do të reduktojnë gjithashtu uljen e nivelit të kolesterolit dhe triglicerideve në organizmin tuaj. Ndaj, përfitimet të tilla të kësaj recete mund të jenë gjithashtu një ndihmë shumë e fuqishme ushqyese për organizmin në luftën kundër këtyre komplikacioneve. Uthulla e mollës është një ndihmë vendimtare për shëndetin tuaj dhe si e tillë duhet të përdoret me kujdes në përditshmërinë e recetave. Shtimi i uthullës së mollës do të luajë një rol pozitiv për mbrojtjen e shëndetit, citon Healthline. Vëmendje:
Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.